Receta e mrekullueshme. Pas 2 ditësh, floku juaj do të rritet sa hape mbyll syt. Është me rëndësi të thuhet se kjo recetë është shumë e vjetër dhe u ka ndihmuar shumë personave, vërtet ka efekt. Ju nevojiten vetëm 3 përbërës. Këta përbërës janë diçka që secila kuzhini posedon, edhe meshkujt edhe femrat mund ta përdorin këtë maskë. Përbërësit janë kanell, vaj ulliri dhe mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni. Ngroheni vajin e ullirit në temperaturë mesatare dhe shtoni një lugë mjalt dhe kanell, përzjeni mirë. Më pas, shpëlajini me ujë të vakët. Përsëriteni këtë maskë për disa ditë dhe ju do të vëreni rezultatet. Floku juaj do të forcohet dhe njëkohësisht volumi i tij do të jetë i rritur dhe njëkohësisht flokët tuaj do të jenë të mbushur, plot me shkëlqim dhe njëkohësisht do të parandaloni rënien e tyre.